E kështë një emën shumë interesant, plazhi Generalit. Bajla, 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 bajla. Bajla, bajla, bajla be. Do thonë 3 pjesë parkingeve i Tre keni. pjesë parkimit Edhe për që autobusa, janë kamioneta. pa pagesë, mos harroni. Pa pagesë. Janë pa pagesë. Që kjo pjesë është Për fëmijë. Për Për fëmijë. familjar me fëmijë të vegjël, kush ka dëshirë që ta ketë më në kontroll e ka po këtu afër. E kjo heke këtu çka? Ndërsa Çfarë do kjo të thonë? këtu është një minë detare, minë nujore. që u tutça me hongër, po kur e hongra si më shti gumguj. Kulli ushqimor maksimumi është 4 euro, 5 euro. Kjo është domethënë villa VIP, më shumë për VIP-t. Një familje prej 3 personash paguan 65 euro Nota. nata. Ka një krevat dopio dhe një krevat tek. Jetë mëngjesi këtu te restoranti edhe çadra në plazh që Ulesh këtu. ulesh këtu Edhe e shijon çit pomje. Përshëndetje miq të mi, dy shikues të shqiptarë që krejt nga ana Arlindi. Dhe nga unë mak Flaudi. Sot faktikisht prom kena fjet, e kena bërë gjumë këtu te plazha e Generalit. Një super vend, me një super pomë pe balkonit të villës. Kjo pjesë domethënë është rrethuar komplet pi villave, diku pi 44 villave ose 44 dhomave, mos gabofsha. Pi balkonit domethënë keni një super pamje ku e keni direkt plazhën edhe pjesën e detit. Gjelbrem, në tona onë, sidomos me palma dhe me pisha. Shë bone gjumi prum? Gjumin, që ki bu prum? Shtrem. Shtrem, si bës. A mujt me po shujq? Një më knaqë, gjallada krevetat e mirë. Kur s'merë ke gjumi, veç është të mbalkoni një shavolt e detit, klima mrena, ftoft. Së djena tu po, nështë që është të shtuna, ku me dilit shumë kjerë. Dje kena në gjenje 5-6 kjerë shtirë, së është tu po bajag i kjerë. Në jena qusë do ma herët, ja u këna bo juve me hile, jena dole në alon, plazhe në shlapit në, jena knaqë, shkej. Që kjo pjesa ku është dryp për villës, ku është një villat këtë ren, edhe pse në shumë nga të me tjetës nuk është që mundesh me pas gjurë, që kjo është pjesa ku vazhdon drejt villave, që është rreth me pemë. E kështë një emën shumë interesant, plazhi Generalit. E pse e kishim palon këta me plazhi Generalit, paka shumë dja ideali neve në kalzej rrët historisë plazhës. Dishka e lidhe me një general italian që ardhë këtu, ky vend as nuk u koni popularizu, mu konë thjesht mal. Tone e ka gry prej fillimit atje dhe ja ka nisë me një vend me të për. Në kalzën e ideali ma vonë, nëse në i kush me në kalzu, që së është në i kush me në kalzu, ju kalzëju në spritojni, me e qënë talent jam sa dush i di sanet. Kjo pjesët e plazhit Generalit, do më thonë një komplet rreth maleve. I rrethum pi maleve. Kish vene për 2 persona, kish vene për 3 persona, kish vene për 4 persona. Edhe vetë mu në shmartë, së është pajtë problem, s'ta prish këtë djallë. Pa e një minut qëtë. Qa ki? Bajla, 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 bajla. Bajla, bajla, bajla be. Ate rumba, te gitara. Shkojmë! Që kjo është një për pjesët parkingut ku vjen e len kjerën qëto, dhe si ta lesh kjerën qëto, dhe më thonë mundesh me dollë direkt e plazha. Mishtë mi tash këna mu taku me Nordin, me menaxherin e krejt këti vene që bështini për momentin këto. Nordi që kena vëlla? Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndet. Përshëndetje. Si jeni? Arlindi, jo? Gëzohem. Moja Martoni. Gëzohem. Qysh je? Si jeni juve? Si është kjo rruga? O, knaqe na pasha zotin e madh. Ka ndryshuar, ka ndryshuar. E kemi përmirësuar dhe patjetër këtu qetësi absolute. Një pyetje shumë thjeshtë, për ushqimeve detit besoj që e keni tënë. Jemi në furnizim të plot. Çfarë duash ti? Çfarë do shpirti jot? Karkaleca deti, kurse veç fli, pite, fasol. Kur ma nej karkalecë si ndalë, a keni Ke karkaleca? gjetur vendin e duhur. Ka disa lloj variantesh gatimi, çfarë të doj shpirti yt. Gatim në zgar, në tigan, me pana, me sals, tavë saganaq, që janë disa gatime tradicionale, mund të themi të shefit tonë kuzhinës. Okej. Unë e përshkaj ati për thëmë ka që unë ordi bo mi do karkaleca, ju rreni këto. Kalofshi mirë. Nordi vllai, lofson hala. Mirë, juve? Qysh je? Mirë, po ecën. Faleminderit shumë për mikpritjen, na keni pritur faleminderit. shumë mirë, po edhe gjumin e kena bërë shumë rahat. Faleminderit Apo shumë. vazhdojmë as pari te pjesa e plazhës Tjuv, ku keni plazhën, që u kallëzojmë edhe aty në cilë po na shohin këto momente se çfarë plazhë është, çfarë plazhë i pret nëse vinë këtu. Po, A vazhdojmë drejt plazhës. patjetër. Do të kjo pjesa parkingut. Kjo është pjesa e parkingut, është nga ana, nga kjo anë ku jemi neve që
merr mbi 20 e sa makina, 30 makina, vazhdon pjesa tjetër parkingut edhe andej që merr pjesë më të madhe, është pjesa kryesore e parkingut. Përveç asaj, për këta që vinë grup turistësh me furgon, me autobus, është parkingu lart që merr mbi 100 makina, 200 makina gati. Do thonë 3 pjesë parkingeve i 3 keni. pjesë parkimit edhe që për autobusa, janë kamioneta. pa pagesë, mos harroni. Pa pagesë. Janë pa pagesë. Okej. Për gjithë përpushtuesit tanë, kush ka dëshirë të Shumë- bujt të vi. Shumë roll me gjetë në Shqipëni, parking pa pagesë. Jo, këtu asnjëherë pa pagesë, është free. Do të thonë kjo pjesa për parkingu do që del në plazh. Faktikisht, prioritet e ky parkimi këtu kanë është për rezidentët tanë. Ata cilë Për do ta bëjnë gjumin këto. që bëjnë gjumin këtu. Okej. Pastaj pjesa tjetër janë të lirë të parkojnë ku të duan, por gjithmonë pa pagesë. Halal e qoftë, vend perfekt. Veç Faleminderit Abisha Penini çfarë është nxehtë, po është ofruar një farë fshërimi me ftoft që po të kënaqsh hala më shumë. Jo, është flat deti. Flat deti. Flat deti që Do të e thonë kemi të çto përditshëm. çto është pjesa ku vazhdon një pjesë, se nëse që do disa pjesë po nuk i Disa pjesë, po. Unë Kjo kjo është një pjesë që të çon edhe te bari që kemi më poshtë, që hapet së shpejti. Këtu pastaj këto e shfrytëzojnë këtë pjesën, këtu e shfrytëzojnë fëmijët e vegjël, sepse deti është i cekët. Edhe këtu uji është më i ngrohtë, këtu dhe nga ana tjetër atje. Do të thonë Deti është më i cekët dhe uji i ngrohtë, kush vjen familjar me fëmijë të vegjël vin këtu edhe kënaqen. Do të thonë që edhe këta edhe këtë anën e detit e pas kanë dhomë vish për fëmijë dhe për të Kjo rritëm. pjesa është Si për më kon fëmijë, pjesa pishin. më e madhe. Po. A vazhdojmë poshtë? Po, patjetër. Do të thonë që kjo pjesa është Për fëmijë. Për Për fëmijë. familjar me fëmijë të Për fëmijë. vegjël, kush ka dëshirë që ta ketë më në kontroll e ka po këtu afër. Deti është i cekët deri në një farë pike, pastaj fillojnë ngur, por që është mjaftueshme për fëmijët e vegjël. Po. Okej, vëlla, tregom dash për shëzllona, do të më pagu ekstra apo i ki pagesë me fitje? Janë me brenda çmimit të fjetjes për rezidentët. Kurse Okej. ata që janë ditor që duan vetëm për ta shfrytzuar gjatë ditës janë me pagesë. Sa është Ja. pagesa paraprapësisht? Pagesa, ne kemi pagesa ndryshme, duke nisë nga 15 euro, 20 euro, 10 euro. Pastaj pjesa tjetër është pjesë publike në fund fare, që Okej. kush ka dëshirë mund vendosi çadrën e vet ku të doj. Do Pa të thonë, problem, pa i penguar askënd, domthonjë që të frekuentoj plazhin. mundën më ardhe edhe me çadrat veta? Po, patjetër, Me nej, patjetër, okej. sigurt. Do të Patjetër. thonë, tash këtu pe plazhe se ki direkt mund gjitë restoran, nëse nuk Po, gaboj, gjithë është është deri rruga. te restoranti, kemi edhe një mini bar aty në rër për komoditet për pushuesit tan. Kush don që të konsumoj një kafe ose një pije freskuese, Shërbet në plazh direkt? Mund të shërbet edhe në plazh. Nëse është dikush te çadra, mund t'ja çojmë tek e çadra, nuk Okej. është problem. A vazhdojmë po pjesën e lartë të restoranit? Po, patjetër. Hajde vazhdojmë. Patjetër. Do të thonë, kjo është pjesa pse shumë roll me gjithë na për plazha vëlla, vende që kanë dështore edhe banjë. Atëherë, këtu janë 2 banjo publike dhe 2 dhoma zhveshjeje për të ndruar. Për gjithë pushuesit gjithmonë free. Edhe ata që Ja, po. vinë në plazh publike, Çdo njeri për gjithë pa asnjë lloj dallimi. nëse nuk gaboj kjo ke pjesa e zonës Kjo VIP. është zona VIP. Kush ka nevojë që të jetë pak më i shkputur nga tjerët, ne kemi cilësuar si zonë VIP, më i ngritur nga pak nga tjerët që shijon edhe fllatin e detit siç po e shijojmë edhe ne. Amo më e mira të mirës e kësaj pjesë është që është rreth me mal, rreth me pisha, me gjelbrem, ojri pasër tepër. Ne na ka bekuar Zoti me këtë vend, por mos harro është dashuria e njerëzve që e menaxhojnë këtë vend. Këtë vend e duan me gjithë shpirt. Sepse siç e shikon, nuk është prerë një pemë, po mundohen që edhe të kujdesen për gjithë ambientin etj etj. Nuk është vetëm çështje thjesht sepse vend të tillë të rrethuar nga male ndoshta ka, por është pasioni i njerëzve që e administrojnë, që e menaxhojnë, që e duan këtë vend me gjithë shpirt edhe e duan ta kenë ku një ndërthurje të bukur mes natyrës, detit, rërës, shkëmbinjve etj pa prekur asgjë. Ne kemi bërë një lulishte të vogël. E kjo heke këtu çka, çfarë do të Kjo thoni? këtu është një minë detare, minë nujore. Okej. Rastisht nga punimet kur janë bërë këtu është gjetur kjo minë, tani është më shumë e plagosur se sa e kemi gjetur. Mos po Por kërcet. është një minë, jo, e kemi siç është. Minë detore. Është minë detare. Po. Wow. Që është gjetur rastisht që e kanë nxjerr deti nga krau jon. Ne e kemi gjetur rastisht, po mundohemi ta mirëmbajmë, her pas here dhe lyejmë që të mos erozionit mos bëj punën e vet. Sa vite mundet me qenë vjetë paraprapësisht? Është lufta e dytë botërore, Wow. lufta e dytë botërore. Interesant. Kjo është Apo sa e madhe. është minë detare, minë për anijet. Pëlqej Kjo është vani një hyrje restoranti siç është shef. Rreth palma. Palmat ne e kemi marrë pa palma. Kur kemi marrë nuk ka pas asnjë palmë. Kanë qenë vogla kaq që nga 2005-a
që nga 2005 që janë bjellë deri tash sa janë bërë. Oh, mashallah. Domthon kanë qenë më të shkurtra se unë. Më shkurta se ti. Okej. A vazhdojmë në pjesën e restoranit apo? Po, patjetër. Hajde. Patjetër. Vazhdojmë pjesën e restoranit. Restorani goxha i madh me shumë pjesë të balkoneve ose terrasave. Po, ka disa taraca. Këtu është pjesa kryesore që janë gati 26 tavolina. Këtu poshtë. Me nga 4 persona, llogaritet sa që këtu poshtë domethënë, që edhe njerëzit që konsumojnë ushqimin mund të shijojnë edhe pamjen nga deti. Po kështu dhe pjesa lart. A vazhdojmë? Po, patjetër. Kjo është pak më e vogël për sa i përket numrit të Përshëndetje, si jeni? Kjo është pak më e vogël, është më e ngritur, por siç e shikojmë ne munduar gjithmonë që ai që konsumon një ushqim asnjëherë mos e shpuz vështrimi nga deti. Do thonë çdo tavolinë ka pamjen e detit. Po. Sa përket ushqimit, çka ju ofroni ose sa lloj ushqimeve i keni? Atëherë ne këtu ku Nëse jemi e neve dim. ne, jo patjetër. Atëherë këtu ku jemi ne këtu baza është gjithmonë prodhime deti. Ka dhe pica patjetër, po kryesore janë prodhime deti. Peshku, karkalesa, meduza, kalamar, aragosta, gjitha çfarë ka deti i gjejmë këtu. Për herë të parë një time dje kam hongër meduzë për herë të parë. Ashtu Për herë të parë një time domethënë shikues në rrugë kam hongër dje meduzë që u tutça me hongër, po kur e hongra si më shti gum guj. Meduza, kujdes se meduza është me shumë koka dhe kur e shikon të ngrin, po ti nuk je ngurosur, kështu që Shqyrë zoti. je me fat. Domethënë kjo pjesë e restorantit, ose domethënë kjo është komplet pjesë e restorantit. Restorantit, po. Apo na çon te një dhomë, Po, te patjetër. dhoma më e mira që e keni. Po, patjetër. Po kam qef me po. Patjetër. A janë të larta çmimet e dhomave? Sa shkon një çmim Çmimet atëherë, po patjetër, çmimet e dhomave janë sipas numrit të personave që vim. Ambientet tona ne ofrojmë ambiente për familje që me disa antar. Për sa i përket çmimeve, nuk është se kemi diçka që fshen sepse janë të publikuara në faqen tonë të Instagramit. Për një familje prej 3 personash paguan 65 euro nata. Pra akomodohen 3 persona. Ka një krevat dopjo dhe një krevat tek. Në këtë çmim përfshihet mëngjesi këtu te restoranti, përfshihet edhe çadra në plazh, që çdo familje kur zgjohet të zgjohet me qetësi, edhe çadrën e ka të garantuar. Ka parking i falas. Parkingu falas, patjetër. Pastaj kemi për 4 persona, shkon 80 euro. Gjithmonë përfshihet mëngjesi dhe 2 çadra në plazh sepse janë 4 persona. Po kështu kemi dhe ambiente që janë me të mëdha, që janë me 2 dhoma gjumi. Ambiente të tilla për 5 persona janë për 5 persona, kushton 100 euro, përfshihet mëngjesi dhe çadrat në plazh. Kurse ambienti që do ju tregoj tani, kemi ambientin më të mirë që shkon është pak për VIP, Okej. klient VIP, që shkon 130 euro nata. Por sipërfaqja është shumë e madhe, bëhet fjalë gati rreth 75 deri 80 metra katrore. Një hyrje, një apartament. Sa veta nxan? 6 pa frikë. 6 pa frikë. Pa I shtati frikë, mundet I me shtati- fjet pak me ngushtë. I shtati mund ta marrë një të shtat që të flen pak më ngushtë, por që janë shumë komod. Tregom sa dhomë ose sa villa i keni gjithsej. Atëre, unë ju them sa persona mund të akomodojmë. Sa? Mund të akomodojmë gati 180 persona Për një natë. për një natë. Okej. Për një natë, Pebi ka shumë. që gjithmonë janë në qarkullim, jo se i kemi gjithmonë, se një ambient për shembull dikush mund të vi 3 veta, po mund të marrë një apartament të madh. Po normalisht për 10 Mund ta persona. dojmë me 2 dhoma. Atëherë jemi Kjo këtu, këtu? kjo 2 katëshe këtu. Wow. Kjo është domethënë villa VIP, më shumë Kjo për është- VIP. Po, E pas ka 50 milion makinën. po patjetër është parkingu këtu. Parking edhe atje nga ana tjetër. Nga ana tjetër te pemët. Veç këshireni shikues në rrumë farë shtëpiave të vogla. Këto janë për 3 persona që u tash më lart. Për 3 persona. Për 3 persona. Domethënë që bën 60 euro fjetja për 3 persona? Po, 65 euro 65 me euro. mëngjes edhe me çadër. Okej. Gjithmonë të përfshirë. Në qitë vend, pasha zotin e madh as edhe një pikë, për menim temi nuk ka shtrajt. Janë gjitha me klim, mos harroni. Po. Janë gjitha me klim. Suita 1, Suita 1, ne do shkojmë se na pëlqen kati 2. kati 2, okej. Suita 3. Wow. Bujro. Ja, ti e zë shtëpia, vazhdo të lutem. O, viç aroma e drurit, E drurit. si ta knaq shpirtin, boll është.
Atëre, Kjo do më thonë është pjesë e sallonit. Kjo është pjesë e sallonit, që ka dhe një kënd, një divan, do më thënë, ku mund të flenë ngusht, mund të flenë dhe 2 veta, po për një person është llogaritur. Faktikisht, Kjo pjesa e sallonit, po. Okej. Kjo Pjesa e është dhomës. dhoma e çiftit. A mund e mi mrena? Patjetër. Dhoma e çiftit. Po, kjo është dhoma e çiftit. Që tu me dosh flenë edhe një dhoma? 3 veta. Po me dosh, edhe 3 veta flenë. Me një dollap për rrobat, Okej, kjo pasqyre për make-up. një pasqyrë. Gjona. Kjo është për Okej. 3 persona kjo tjetra. Dhoma tjetër Sa bukur. për 3 persona janë me klimë që të gjitha. Sa e merr njëri për shembull për një natë këto me fjet? Kjo është 130. 130 euro. Po, E kom me mëngjes? me mëngjes edhe me 3 çadra. Ka, kur gjeq. Me 3 çadra të përfshira në plazh. Një që keni qef marrë me shok, Po. ose me orë 3. Prandaj u thash që mund të lej 6 këtu. 5 janë aty, 6 mund të lej këtu, pa edhe 7 ndoshta. Ndërsa këtu është pjesa e tualetit pastaj. Okej. Por Hajde, gjithmonë kështu mos kështu harroni rëmana. pamjen e balkonit. Ata që në Meraklit kafës, shpesh herë marrin kafe me dhetin deti, kafe turke. Po, po. Edhe vish quhet mëngjes, hini lanë syt, edhe vish del që të Ose mbalkon. çaj zi. Ose çaj zi. Ulesh këtu. Ulesh këtu edhe Edhe e shijon që të pamje. Do më thonë e rrëthum komplet pipishave. Vish farë qëtësia o vlla. Vish qëtësia do më thonë këtu nesh mjaftushëm. neve tregu na ka seleksionuar për plazh familjar. Pjesa më e madhe që vinë janë familje që duan qetësi, me fëmijë, të gëzojnë fëmijët, të gëzojnë gjithë së bashku. Edhe është një vend domthonjë që shpesh herë bashkon disa familje. Kemi plot klientë që kur vinë i marrin 4 hyrje të tilla njëkohësisht. Edhe thonë duam të rinë gjithë bashkë. Edhe mundohem, vetëm ato mund ta bëjmë pak të llovin, mund ta bëjmë pak rrëmujën, po që është rrëmujë e këndshme gjithsesi, por që gjithmonë jemi tek plazhi familjar, Do më thonë plazhi i Generalit. plazhi generali. Do më thonë përmes Kjo ishte zona VIP. Zona që VIP, tham, do më po. thonë. Pe zona VIP jena do shku te restorani që ka Restorante tradicionale. tjetër me gatime tradicionale. Okej, do më thonë kjo është tiqi Tonat. që të vjen me ecë mes pishave edhe mes Edhe atje ka disa vikedicave. rrugica të vogla, ose andej nga erdhëm neve, ose edhe pjesa këtu për rezidentët tanë që akomodohen këtu. Mund të kalojnë deri te shkallët, 15 metra, edhe janë fiks tek restoranti, ose në plazh direkt, janë fiks në breg të detit. Do më thonë çdo dalje të qet edhe në deti, po edhe në parking. Edhe në parkim, po, patjetër. Okej, shumë një farë Këto janë arkitekturë e mirë. Këto janë bungallov që janë për 4 persona, siç u thash edhe më lart. Po. Edhe këto kanë një super pamje, besoj se e keni parë edhe vetë. Okej, Atëherë- bashkënia është pjesa e kuzhinës tradicionale. Tradicionale. Ata që dojnë mësane tradicionale mundën me orë. Duke nisur, unë po e nis nga ato tradicionale tona fare, pilaf, fasule, specat mbushur, patligjan të mbushur, lakror, korçe, sepse shefat e kuzhinës e kemi qenë të dy nga Korça dhe na bëjnë dhe lakror korçe në saç. Në saq. Në saç, po, edhe në saç. Pastaj patate furre, mund gjejmë pul, mund gjejmë edhe ndonjë mish keci, mish shingji, por gjithmonë janë me çmime normale, që maksimumi i një artikulli ushqimor, maksimumi është 4 euro, 5 euro. Jo, s'ka ka shtajnë. Maksimumi më i madhe për person, kjo është artikulli më i shtrenjtë, por janë gjithë me çmime më së normali që janë përballueshme për për gjithë familjarët që vinë. Okej, a vazhdojnë apo ke këshirin? Po, patjetër. Okej. Do të thonë është tavlinë suedeze shërbesh vet? Shërben vetë, çfarë Okej. do të marrësh dhe në fund është si ti vetë shërbimi. Okej, lloj marketi? Marketi ne akoma nuk e kemi hapur, por janë markete më tepër për këto fëmijët, për patatina, Okej. bake rolls, 7 days, dhe një si mos gjana. 7 days edhe Okej. gjëra të tilla. Por që nga që siç u thash nuk ka gatime në përdhoma, nuk do shesim speca, nuk do shesim domate. Normal. Kështu që po këto tjerat janë. Do të thonë edhe pe kësaj pjesë po ishe direkt në plazh. Gjithmonë siç e cilësuam dhe më lart, asnjëherë pamja nuk shputet nga deti, pavarësisht se ku ulesh për të ngrënë, gjithmonë pamjen e detit e ke përpara. Vlla, mu kjo pjesë më kalon pa mend se për një me krejt çka po don me një plazh kit këtu i kishe. Jo, i kemi. Jo, Te po plazha mundohemi Generalit. ti kënaqim gjithë. Edhe ata që kanë një buxhet mirë, edhe ata që kanë një buxhet vogël, sepse që të gjithë janë me rroga buxhetore situata në Shqipëri, Kosovë, se të gjithë shqiptarë jemi. Kemi menduar për gjitha shtresat
që të shfrytëzojnë ca ditë pushimi. Pja vlej ka marrë. Unë i kisha bërë thirrje Faleminderit shqiptarëve të Kosovës ata të cilë dojnë marrë me shiu një bregdet të qetë, edhe me ushqime si për kadeti, si për ka ushqime tradicionale, pja vlej ka marrë te plazhi Generalit. Këto që ishin afër Kavajës, se nuk ka bëj. Afër Kavajës 11 kilometra. 11 km Nga pi Kavajës, autostrada. pi autostradës, domethënë është vend që pja vlej ka marrë. Në orde na bëh hallat që të morëm pulla. Faleminderit shumë, jo, kënaqësi që kemi mysafirë të Kosovës që na vit. Faleminderit shumë juve. Petella, Zoti trujt Allah shnetin. Faleminderit, ju e së mbarë. Faleminderit shumë. Gjithë mirë. Faleminderit. Sikus në rumun e me ta Faleminderit. pa men. Zoti rrit kalon i bukur në plazhin tjetër.